Duke shitur produkte ushqimore, shoqata personave me aftësi të kufizuara Hendikos në Ferizaj e shënoi sot ditën e fëmijëve. Këto ushqime të përgatitura nga vetë prindrit ushqiten me çmime simbolike për kalimtarët e rastit, ndërsa mjetet e grumbulluara u tha se u dedikohen kësaj kategorie. Kryetaria e shoqatës Hendikos në Ferizaj, Xhemile Murseli, tha se gjendja e fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk është në nivelin e duhur, por me kërkesa e iniciativa të shoqatës, po mundohen që sadopak t'u plotësojnë të drejtat e tyre elementare. U tha se aktualisht kjo shoqatë numëron rreth 200 fëmijë me nevoja të veçanta. Qëllimi i këtij aktiviteti ka të bëjë me promovimin e drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar, sensibilizimin e shoqërisë mbi rëndësinë e shërbimeve të cilat i ofron Hendikosi në Ferizaj, shërbime këto që ndikojnë dukshëm në zhvillimin e fëmijët me aftësi të kufizuar. Përmes këtij aktiviteti synojmë që të ngrisim një fond i cili do të me mjetet e tubuara do të organizojmë një aktivitet tjetër që është një ekskursion për fëmijët me aftësi të kufizuar. Hendikosi përmes shërbimeve të cilat i ofron po bën përpjekje që të ndihmoj familjet të cilët kanë fëmijë me aftësi të kufizuar dhe drejt për drejt fëmijët me aftësi të kufizuar që të përfshihen në shoqëri. Për ta parë më afër aktivitetin e Hendikosit, në shesh doli edhe i pari Ferizajt Muharrem Sfarqa me bashkëpunëtor, kryetari bleu edhe ca ëmbëlsira. Mendoj që është një aktivitet sensibilizues që duhet përkrahur. Komuna e Ferizajt ka vënë në shërbim të gjitha mundësitë për përkrahje të këtyre aktiviteteve, si edhe në veçanti për përkrahjen e fëmijëve, sepse ka hartuar në kohë të fundit edhe një rregullore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si pasuri e veçantë e shoqërisë. Unë po shpresoj që këta fëmijë që janë grumbulluar sot përpas çasteve të lumtura që po shijojnë, po e kanë mundësinë që të shihen edhe me gazetarë, edhe me mjetet informimit, po edhe me pushtetarë, të cilët po i vëjnë edhe kontaktet e para të një bashkëpunimi i cili sigurisht që do të mbetet në kujtesë tek fëmijët edhe për të ardhmen. Çastet e imta që duken në këtë moment, për shembull që po shënohen me një prekje dore ose me një fotografi, sigurisht që do të fiksohen shumë në memorien e fëmijëve. Në panajirin e produkteve ushqimore që sot Hendikosi organizoi për ditën e fëmijëve, morën pjesë dhe kontribuan edhe përfaqësues të Partisë Demokratike në Ferizaj.